Zonja Qela, a është zona ku do të zhvillohet ky projekt një zonë e mbrojtur? Një sekundë, Edi Rama vetë e nxori zonë të mbrojtur të kategorisë 5, ku tha se lejohen ndërtimet. Kush janë pronarët e tokave në Zvërnec dhe si janë bërë ata pronarë? Shumë pyetje, por për ta nisur a është zonë e mbrojtur. Këtë fal vendimeve të qeverisë, dhe të themi ndoshta Dori që ka ndjekur këtë historinë dhe deri në gjykatën kushtetuese se si zona u hoq nga harta e zonave të mbrojtura, është sërish faji përgjegjësisë së qeverisë shqiptare. Dhe aso kohë në mënyrë tërësisht të fshet, mos të kujtojmë pak që nisim me fillimet e projektit të aeroportit të Vlorës, por sot duke patur parasysh këtë zhvillimin këtu, në gjykimin tim del shumë e qartë pse u ndryshua zona nga zonë e mbrojtur ku nuk lejoi në mënyrë kategorike ndërtimi, është ajo që sot kryeministri e deklaroi që lejohen ndërtimet. Kjo ka qenë apo jo zonë e mbrojtur numër 5? Është zonë e mbrojtur numër 5, po ka ndryshuar statusi nga një zonë ku totalisht ishte ndaluar për të ndërtuar. Kategoria 5, thot kryeministri, po dhe ekspertët thonë mua që lejohen ndërtimet. Ylli, djalli fshihet në detaje. Unë them për çështjen ligjore, për çështjen ligjore, nuk po flas me teori. Me asnjë teori konspirative. Për sa i përket anës ligjore, do ja lija Dorit, Ylli të lutem, për sa i përket anës ligjore, se si ka ndryshuar zona e Zvërnecit nga një zonë e mbrojtur, ka pasur protesta, vendimet janë marrë në fund të dhjetorit, pikërisht për këto ndryshime të zonës, nga zonë që nuk lejohen ndërtime në zonë që lejohen aktualisht ndërtime, ka një histori të gjatë dhe Dori e ka ndjekur këtë histori në gjykatën kushtetuese. Dhe në të gjitha hallkat e gjyqësisë. Ndoshta Dori e shpjegon më mirë se sa unë nga ana ligjore. Ka pyes më njëherë pas teje. Ti më fut mua në situatë për këtë të pyeta në fillim. Nuk është problemi, ai sa unë kam mundur të hetoj dhe duke njohur zonën e Zvërnecit të pronësisë prej vitesh që kam bërë hetime mbi këtë çështje, por edhe duke u marrë gjatë këtyre 2 ditëve, këtu nuk është problemi më së pari i kundër ndryshimeve, kundër investimeve, si që Rama u përpoq sot të sillte një narrativ ku ne ishim, na krahasoi edhe me filmat e Hollywoodit, kur gjithka kush kundërshtonte këtë projekt, është në anën e kundërt të historisë, ose në anën e keqe të historisë, sa dhe qytetarët duhet të zgjedhin. Problemi që ndron kujt kompanie është thënë sot. Sot kryeministri, unë mendoj që qytetarët, po unë vetë mu dëshko për ta kuptuar, për kë po fliste kryeministri? Po fliste për një kompani, për një projekt në Sazan, apo po fliste për projektin e zhvillimit në Zvërnec. Projekti i zhvillimit në Zvërnec, Ylli, ka kompanin, paktën dokumentet zyrtare, jo fjalimet e kryeministrit Rama, dokumentet zyrtare të firmosura flasin për Zvërnec South Adriatic Development. Për këtë është dhënë leja zhvillimore. Dhe tani të flasim pak kush janë këto kompanit. Kemi të bëjmë me matrioshka. Nuk kemi të bëjmë me kompani reale. Ndoshta më vonë gjatë diskutimit dhe mund për të lënë edhe fjalën panelit tim, mund të themi për kujt realizohen. Po sa për të hapur diskutimin, këto kompani janë të krijuara brenda 12 ditëve dhe me €1. Zakonisht të krijohen nga offshore-et. Po, me €1. Hajde flasim dhe më herë. Kompania këtu që ka marrë leje zhvillimit, që ne të gjithë pam që tërhoqën zvarr, unë nuk ato njerëzit protestuesit aty, po të shifja dhe element. Po, nuk është më shumë se sa e turshme, jo dhuna, po flas për trupat e sigurisë. Besoj se ne të gjithë jemi qytetarë dhe i shohim kompanitë e securities që janë nëpër Shqipëri. Zakonisht janë njerëz në moshë, kanë gjetur më shumë një punë se sa kemi të bëjmë me bodyguard, të më ngjan mua nga pamja, të cilët po të shifje kompaninë që ishte regjistruar zotëroi nga një zonë. Kompania sapo ishte krijuar dhe mund u çudita shumë që kishte këtë arsenal të madh njerëzish. Pra problemi qëndron kujt i është dhënë leja, a është vërtet kompania për të cilën Rama e deklaron me investimet 4 milione dhe ne do na sjellim këtë. Mua nuk më rezulton kështu. Po, flasim. Ja, thjesht e thoti, nuk të rezulton? Sigurisht që e them ka shtirë, jo ka shtirë, e them ka shtirë tu, po kam faktën 2 javë, kam 2 javë dhe kam vite që po merrem. Mos bëjmë lojra fjalësh, as si Edi Rama, as si opozita. Jo, të lutem. Mos bëjmë lojra fjalësh si politika shqiptare. Kush janë pronarët realisht të pronave në Zvërnec? Fakti që politika ndryhet dhe struket në këtë histori është se është nuk do të... A bën Ylli për narracionin klasin pak të zonjës? Po. E para, o shumë lehtë për një pozicioni shumë komod me
anashkalu 4.5 miliard. Jo, do zbresim. Jo, po du të narracioni po të nalim. E dyta, me anashkalu 3 vjetë e gjysë negociata 4. Për një Ju i çështje. dini se unë nuk e di. Nëse nuk e din, dëgjoje, mirë. Institucionet shqiptare prej një muaj nuk thejnë përgjigje. Unë dëgjova, nuk si ndërhyj askuj, ata në dëgjoj. E para, negociatat me personalitetet tilla, edhe me firmet tilla, me kompani tilla dhe me shtetet tilla, nuk i japen transparence, nuk japen transparence aq lehtë, se ajt nuk lejon me dhon transparence. Dhe vjen edhe gjykon me aq lehtësi për 4.5 miliard, unë të kësha thonë merru me rastin i cili është skandaloz, ajo heqja zvarë. Por me këtë, se kush është kjo kompani, është regjistru kjo, dhe me thonë është jo serioze. Mund të thoni ju kush është kompania që zhvillon projektin në Zvërnec? Unë thash, është jo serioze atë që po flet. Për opinionin publik. Kush është kompania? Ti vazhdo thuje. Jo, kush është kompania si pas jush që po zhvillon projektin në Zvërnec? Zyrtarisht, a keni të vërtetuar? Kushner? Mua nuk më rezulton, leja zhvillimit është dënë për Zvërnec South Adriatic Development. Kjo është leja që është dënë për zhvillim... Është dhëndri i presidentit Trump. Dhe politika shqiptare... Jo, nuk është dhëndri. Mirë, dakord. Ti në thua nuk është dhëndri, atëre më thuaj ti, po pronarët kush janë? Atëre, pronarët e kësaj kompanie me të cilën... Jo pronarët jo, se do nëzirës njëti offshore 2, 3, 4, 5. Cilët janë pronarët e tokave? Politika i ka ndarë këto në këto... O mendoj që t'ja japim fjallën dhe këthejemi dhe pronarëve në tokave në Zvërnec, o mendoj që një përgjigje më të mirë dhe më të do t'japi prokuroria shqiptare sot, prokuroria posaçme, ka nisur një hetim, ka bërë kontrole... Jo sot, e ka nisur më përpara. Ka nisur hetim para... Hetimet është regjistruar kryesisht të themi gjatë javës së shkuar dhe ndoshta ky është lajmi më i mirë në gjykimin tim sa i përveç protestave që kanë ndodhur sot në Tiranë, për shkakun e vetëm sepse hetimet edhe kontrollet që janë zhvilluar janë tek eksponentë të cilët kanë qenë prej herësh persona me rekorde të prokurorisë. Po, të mbaroj. Po, pritje, të mbaroj. Të mbaroj? Të mos e ndalojmë. A të mbaroj? A ke mbjell do një? A të mbaroj? Jo, të mos e ndalojmë, të mbaroj. Baton, të lutem, të mbaroj. Unë po kam mbjell, unë vi nga një zonë fshat, nuk ke batë qajnë të kostime. Mirë. Po. Bravo. Edhe kam punu tokën, edhe kam punu me bejt. Jo, të lutem, pa këshu. Vazhdo. Atëre po thoja që për mua lajmi më mirë për çështjen e sotme është edhe nisja e kontrolleve të kryera nga prokuroria e posaçme dhe pse personave ndaj të cilëve është kryer kontrolli nuk janë persona që janë rishtas në rekordet e policisë dhe prokurorisë, ka pasur më herët, madje unë them që aty që sot ne kemi prokuror të përgjithshëm të SPAK-ut e një shumë mirë çështje në Vlorë, sepse ka hetuar këtë çështje këtu. Ndoshta prapë dhe për fillim kemi pronar. Ka hetuar... Po, i ka hetuar. Zoti Braho ka qenë më herët prokuror në Vlorë, ku ka nisur hetime, pikërisht për një sipërfaqe që përfitues janë familja Shehu, dhe pronar është bërë varrëmisi i qytetit të Vlorës. Dhe, po të themi prapë dhe më herët, zoti Ylli, është që kur erdhi Rama në pushtet, ngriti një... Kur e ka marrë Shehu këtë tokë? Atëhere nuk është vetëm Shehu, ka dhe pronarë të tjerë. Jo, Shehu kur e ka marrë, se ju toni ka shumicë. Atëhere në mënyrë që të jemi, sepse datat edhe nuk mbahen mënd, atëhere gjithçka mos gaboj ka filluar fillon që në vitin 2003. Në qoftë se do t'i kthehemi Vlorës atyre viteve, po thuaj se kadastra e Vlorës ishte krejtësisht në kontroll të një grupi të caktuar. Është përdorur një vendim që quhet, atëherë historia ka qenë po e tillë, në Agjencinë e Komisionit të Kthimit të Pronave bëi një dokument, dërgoi një kërkesë e cila pretendonte palët për kthimin e pronës. Dhe ndër këto ishte dhe familja Shehu. Por, duke qenë që agjencia ose Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave refuzonte kërkesën për shkakun sepse kishte gjetur manipulime me dosjet, manipulime me përkthimin e gjuhës së dokumentave kadastrale nga turqishtja në Shqip, ka rrëzuar kërkesën e pretendentëve. Vazhdojmë avokatin me këtë, cito vetëm pronarët. Vazhdojmë avokatin me këtë, se ky ndihet më shumë si një problem politik, Unë po flasë teknikisht dhe janë dosje, janë 35 hetime të prokurorisë, së Vlorës dhe prokurorisë, dhe kjo është përgjigje zyrtare që unë kam. Kur kanë filluar hetimet? Atëre, dosja e parë e zotit që lidhe me familjen Shehu, me blikët, mos gaboj ka nisur për tjetërsimin e një sipërfaqe për 89 hektarësh,
toke dhe në mos gaboj duhet jetë diku tek të kërkojnë ndjes për vitin duhet jetë diku tek vite 2014-2015. Sepse para asaj kohe dhe prokuroria s'ka bërë asnjë veprim. Jo, ka bërë veprime. Ka njerëz janë dënuar, persona të cilët kanë përfaqësuar familjen, është edhe nga hipotekat, por edhe nga kadastra apo dhe kryeplak. Madje edhe personi zoti Petrita që përfaqësonte kompaninë e familjes Shehu është i dënuar. Ka dhe vendime të sekuestrimit të pronave në lidhje me Zvërnecin. Pra nuk është një histori sot, aktualisht edhe pastaj edhe fundit, po të dalim kush pagoi vlerësimin e ndikimit në mjedis për zonën kur u ndërtua aeroporti i Vlorës, janë pikërisht të kompani që sodronin pjesën më të madhe të zonës aty.